dikush që ka nevojë për një ndihmë të avokatit, të psikiatrit, të mjeku, nëse posa ta kryen bisedën, e raporton tek organet e drejtësisë. Një detaj, do të thy se na ka ikë çështja më e rëndësishme e ngjarjes. Nëse nuk gaboj, lutem korrigjonëm, në deklaratën e prokurisë policisë ka thonë që bëhet fjalë për një revolje zyrtare, ashtu nëse s'gaboj. Dyshimi është kështu. Dyshimi është kështu. Njëri nga të arrestuarit është djali i policit stacionit Kaçanikut. Për sa unë kam informacione, policia është... Informacionet unë këtë e dhash në fillim Bedrit, nuk e di nëse më ke dëgjuar, jo nëse më ke dëgjuar. Unë informacionet janë që ky personi i dyshuar kryesor e ka babën policë. Jo? Pra RB se ka? Jo. Ndëgjoj, kjo është më rëndësi. Nuk është kjo. Personi i cili është i arrestuar e ka babën policë dhe ka qenë pjesëtar i njësisë kufitare. Policisë kufitare. Kufitare. Por ajo që e dion, që është shumë e rëndësi, në rastin konkret ka marrë pjesë i PK-ja, sepse, pse po e them këtë? Me sa e dion e polici, është në pushim mjekësor, për shkak statut të tij shëndetësor. Dhe pse të njëjtit ju kalon revolja në shtëpi, nëse ai s'ka pas kapacitete për me mbajtë revolën në shtëpinë e tij, kur e ka përcaktu rregulloria e mbrojtjes me policisë Kosovës, kur i tërheqet nga posedimi i arma në rast se i njëjti për çështje shëndetësore nuk mund ta ketë në posedim dhe s'ka kapacitetet për ta mbajtur një armë e cila është e rrezikshme për të tjerë. Këtë mos po e gjënat, se për shembull Bedri nuk ka mundësi, nuk ka me po ka polici që ka gjesh diçka. Sa shiko. Po jo. Jo, e aludova pak Jo. Atë ka mundësi me armë kundursat. Jo me armë zyrtare. I referohen a deklaratës policisë Kosovës dhe prokurisë. Bedri, ekziston një rregull në momentet e caktuara, ka raste kur policit i merret arma për shkak të sëmundjes shëndetit tina, është rrezikshmërisë për shembull të tina, edhe i merret është rrezik për familjen për të tjera fizike, por në rastet e sëmundjeve të rëndomta, ndodhe mu, na i kemi ato veçanta që na i ka dhënë shërbimi. A ka qenë dashur me marrë pjesë i PK-ja i ndëruar në rastin konkret? I PK-ja. Po me vetë faktin ndoshta që është armë zyrtare, a do të se kemi pas kund. Do të thotë që se kemi pas. Ndoshta ka qenë. Unë kam informacione se s'ka qenë. Nuk është të thonë më bon publike. Ndoshta do të jetë deri sot s'ka qenë. Hetimi është goxha kompleks. Se nuk çdo se nuk bëhet publike. Duhet të involvohen shumë aktorë, për shembull sa që është kompleks, unë pajtohem, prandaj e futa këtë kampion. Këtë detaj. Spaku edhe për një arsye duhet të futet, qoftë në inspektim apo hetim. Për shkak nëse është e vërtetë që i dyshuari për vrasjen e rreshterit ka qenë edhe në kërkim me urdhër arrest për një vepër tjetër. Pra duhet edhe ajo tashmë të trajtohet, qoftë me një inspektim ndoshta të jashtëzakonshëm, ai ndërmarr veprime për gjetur adresën dhe arresti ka pas për dhunim. Pavarësisht veprës, ka qenë në kërkim për të shkuar në vujtje të dënimit. Nuk është i dyshuari kryesor. Nëse ai do të ishte brenda, ndoshta nuk do të kryhej kjo vepër tjetër. Nëse është vërtetohet që i njëjti e ka kryer, sepse ende gjithmonë duhet nisim prezumimin e pafajësisë. Ata vetëm janë të dyshuar, dhe deri kur ka një vendim të formës prerë. Por të ishte brenda, ndoshta nuk do të ishte as i dyshuar, sepse do të ishte brenda mekanizmave të korrektues. Pra, inspektorati jo domosdoshmërisht në kuptimin negativ nëse merr pjesë mund të interpretohet si tillë. Është mekanizëm i cili e ka për detyrë ku është involvuar një pjesëtar i policisë ose për shembull shumë veprime inspektorati ndërmerr por nuk i bën publike. Jo, unë jam interesuar. Kanë obligim ligjor, kanë obligim ligjor dhe në asnjë moment nuk është i dyshuar në momentet kur një zyrtar policor përfshihet në rast inspektorati vazhdimisht thirret merr pjesë. Në rastin konkret, shumë i mirë, polici inspektorat. Në rastin konkret, shumë i mirë. Për dallim prej një pjesë të opinionit që është marrë me atë që ka qenë më mediale, unë personalisht e kam trajtuar këtë detaj. Do ja rastësisht për shkak se merrem me çështje të sigurisë dhe kam arritur me marrë informacion që nuk ka qenë një përfshim. Duke pas faktin parasysh se çdo ditë inspektoriatit. Duke pas parasysh faktin që çdo ditë kemi arrestim policëve të Kosovës për keqpërdorim ndërhyrje zyrtare, ne kemi të drejtë me ngrit edhe këtë temë në mënyrë që me ngrit performancën e policës Kosovës. Para mendoni në shoqërinë tonë çfarë është një shqetësim, që për mua është shumë e rëndësishme në aspektin e cenimit të sigurisë. Në rast se ti, ai e ngrit një problem
që është i nevojshëm. Unë për shembull në vazhdimsi kam folë për performancën e Policisë Kosovës, nuk mund të më thush ti është mirë policia derisa akoma në stacione policët e vitit zgjedhin ata që kanë vendosur më shumë tiketa. Jo ata që kanë bërë më shumë hetime kanë zbulu. Tash më mafi inteligjencë ti mosh me hon gjithë dita me vol çadush. Dhe pse po e marr këtë detaj? Nëse ne kemi çdo ditë policë të arrestuar për dyshimin, apo edhe të dënuar, të larguar nga puna, se të njëjtë kanë keq përdorur pozitën zyrtare, ne kemi probleme me institucionin e zbatimit ligjit. Tash nuk mund ta fshemi këtë fakt sepse kemi raste çdo ditë madje. Natyra punës policisë është e tillë në gjithë botën. Pa amnistu, prandaj është formuar inspektorati policor. Prandaj unë po them që duhet shikohet pse nuk është kërkuar për shembull ai këtë rast që është i dyshuar për vujtjen e dënimit tjetër. Se është djali i policit. Jo, nuk e di, nuk mund të paragjykojmë. Ata ende janë të pafajshëm, por nëse të kishte qenë i arrestuar, nuk kish mujt me qenë edhe i dyshimt, sepse kishte qenë brenda mekanizmit burgut. Prandaj, Inspektorati Policor i Kosovës dhe Policia e Kosovës e kanë koordinimin shumë të mirë dhe nuk do të thotë që çdo raport i tyre bëhet publik, por janë mekanizma të brendshëm, koordinues, kontaktues që e avancojnë punën e tyre. Dhe ka raste kur edhe qytetarët janë të involvuar dhe në atë grup mund të jetë i përfshirë një polic, mund ta merr tërësisht rastin Inspektorati Policor i Kosovës me mirëbesim dhe koordinim me Policinë e Kosovës dhe kundërta. Prandaj kur thash duhet një hetim apo inspektimi IPK-s, jo në kuptimin negativ që mund të ketë ndodhur diçka keqe për policin që mund të jetë arma e tij që është sekuestruar, sepse ende nuk e di më është përdorur apo jo. Jemi krejt mbyllje hipotetike.